Ndalemi në hapësirën e intervistës, 25 organizata mjedisore i kanë dërguar një letër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të mjedisit, Sofian Jaupaj, ku kanë kërkuar marrjen e masave urgjente për të parandaluar hyrjet në lumin Shkumbin dhe zonat përreth. Do të flas me Erlisa Likajn, aktivist mjedisor. Organizatat mjedisore kanë dërguar këtë letër, cila është arsyeja përveç faktit dhe çdo të thotë të ndalohen ndërhyrjet e dëmshme mjedisore në lumin Shkumbin. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Jam Erlisa Likaj, përfaqësuesi i nismës për mbrojtjen e lumit Shkumbin. Në profesion në bachelor inxhinier gjeolog, gjithashtu dhe master profesor për mbrojtjen e mjedisit. Organizatat mjedisore dhe letra e tyre është një alarm i vonuar për një masakër që po ndodh çdo ditë në dritë të diellit. Ne si nisëm e kemi paralajmëruar këtë që në gërmimin e parë. Na vjen mirë që sot janë 26 organizata, por ne kemi muaj që jemi në terren duke përballur me kërcënime, arrogancën e firmave dhe lumi i Shkumbin po kthehet në një kosh mbeturinash ndërtimi për korridorin e 8. A ka studime mbi këto ndërhyrje të pakontrolluara? Po, ne kemi bashkëpunuar ngushëllisht me profesorë të Universitetit Elbasanit dhe student masë shkencor të mbrojtjes së mjedisit. Situata është kritike, morfologjia e lumit ka ndryshuar, ekosistemi është goditur dhe shtrati po gërhyet në mënyrë të pakontrolluar për të marrë ato inerte të falas. Nuk është thjesht ndotje, është një shkatrim gjeologjik i mirëfillt. Kush po e kryen këtë shkatrim gjeologjik? Këtë shkatrim gjeologjik po e kryen firmat, koncesionare të ndërtimit, konkretisht firmat ANK, 2T, të cilat megjithëse sipas ligjit duhet të çojnë mbetjet inerte në landfille, ato për të kushtyer kostot e tyre, gjithçka ndodh në kurrizë të lumit Shkumbin dhe sot kemi këtë situatë që jemi që lumi, natyra thjesht ka kërryer atyre që e kanë prishur me dorën e tyre. Ju e njihni edhe shkencërisht, mund ta shpjegoni shkencërisht situatën. Ajo që ka ndodhur në aksin Librazh-Prenjas është një problematikë gjeologjike, e cila mund të ndodhë në Itali apo diku tjetër, apo ka probleme të cilat janë në projektim apo diku tjetër dhe ndaj kemi atë lloj problematike. Ju si ekspert i fushës, si duhet cilësonit? Ka lidhje direkte sepse nuk mund të shkulësh këmbët e malit dhe ta gërryesh bazamentin e lumit pa pritur që natyra ta krejë, dhe në Itali këto gjëra nuk ndodhin. Rruga nuk ushem nga fati keq apo thjesht shiu, por ushon sepse u masakruar shtrati i lumit që mban atë bazament. Inxhinieria nuk mund të mposhtë fizikën e lumit. Sigurisht që gjërat mund të parandaloheshin duke ndaluar menjëherë lejet për inertet në shtratin e lumit Shkumbin dhe duke detyruar kompanitë që të përdorin ato landfille të autorizuara dhe duke bërë transparencë. E gjitha kjo ka lindur që në vitin 2024 dhe në monitorimet që ne kemi bërë vullnetarisht aktivistëve tanë çdo fundjavë, nuk kemi parë asnjë inspektor të IKMK-s në terren. Dhe pse tani që bllokohet transporti, duhet të dalë në padë problematika e lumit Shkumbin. Dhe kjo është ndryshe nga ajo që ndodh në Itali ose në vende të tjera. E kuptoj, po të ndalem pak tek deklarata që lexuam edhe përgjatë edicionit nga kreu i ARSH-s dhe nga zoti Haki Çako. Shkaqet kryesore thot janë rreshjet intensive dhe erozioni lumor që kanë çuar në rrëshqitje masive aktive. Si e sheh këtë deklaratë? Kjo deklaratë faktikisht është pak zgënjyese sepse ne dim shumë mirë që kjo është propagandë dhe nuk mund ta hedhësh kaq paqë, sepse janë gërryer këmbët e malit, kompanitë kanë marrë inerte për të mbushur rrugën dhe kanë hedhur inerte në lumin Shkumbin. Kanë prishur urat, kanë prishur gjeomorfologjinë, kanë shkatruar gjithçka. Dhe ndodhemi në atë situatë që më fort është rruga Ignatia, e vijet Ignatia që është kryer para 2000 vite, sepse lumi Shkumbin me teknologjinë që ata përdorin sot. A ka leje sa i përket kësaj që ju thoni po shfrytëzohet lumi Shkumbin për inerte dhe po shfrytëzohet po ashtu lumi Shkumbin për të hedhur mbetjet? Cili është institucioni që i monitoron këto leje? Ne jemi drejtuar me kërkesë informacione zyrtar Agjencisë për Menaxhimin e Burimeve të Basteneve Ujore, AMBU-s, dhe Këshillit të Territorit të Elbasanit. Dhe ato kanë dhënë leje për lumin Shkumbin, për këto kompani që të gërryen në pika ose të menaxhojnë të lejen mjedisore, por që ajo nuk është zbatuar fare
dhe në denoncime që ne kemi bërë në rrjetet sociale të nismës, ne kemi dokumentuar që si kompanit në mënyrë flagrante ka marrë këto mbetje dhera inerte dhe kemi dokumentuar gjithashtu dhe se si këto leje nuk zbatohen. E qartë, Ligaj, do t'jemi sërish së bashku për këtë problematik që ka prekur të gjithë Juglindjen. Kënaqësi. Faleminderit, gjithë mirat.